Alo? E dashur, përshëndetje. Përshëndetje, birë. Përshëndetje. Meri, po të Jam një dëgjoj. telefonuse dua për qunin, dua për shëndetin dhe për fatin, se më ka shkuar gati 23 vjeç, edhe nuk pranon. I ri është, i ri. Nuk pranon për çfarë? Martohet. Për martesë. Po i ri Po është. i ri është. Do na japësh të dhënat kur ka lindur? Që ta shohim Ai Meri? ka lindur në 20 shtator. 20 shtator çfarë viti? Viti. 83-shi. 83. 83-shi. Ora lindjes e dashur. Nuk, më duket se kështu mbas dite nga ora 1-2 kështu ka Ke qenë. harruar 23 vite, normal që ke harruar. Po, ka që vite, o biri thot 23 vit. E pra, Mirë. e dashur, ti je nga Korça, apo jo? Po, ku? Më njojtë e nga gjua. Po, sigurisht. Unë jam atuar që në Është melodi 78 për këtu. veshët tanë, melodi për veshët tanë. Ku ka më bukur? Po mezi po e pret Junuse më duket. Atë djale kam edhe vajzën e kam të martuar, tash e qunin kam. S'ka gjë se thonë që ku vonohet mrekulli sjell, kështu që Po. çketi. Po, isha dhatë lumë goja, birë. Fantastike, Zonja fantastike. me Ja, kjo është energjia e mirë, domosdoshme saj, në jo, mëngjes me si lirë. ky, domethënë, se Shumë, jemi vërtet. zgjuar me Që në fakt miza. ja ka dhënë edhe çunit vetë kështu, në kaq sinqeritetin dhe kaq atë anën fëminore të tij që refuzon të rritet, s'ka shumë e vështirë ti mbushet mendja ti thuhet këtë bëje, këtë mos e bëj, kështu që ka formën e vetë të perceptuarit, nga njëra anë kërkon atë pjesën e të qenit i pastrit, lirë, sikur është adoleshent, sikur si ka bërë 20 vjeç, por nga ana tjetër e vendos edhe me ca argumenta ose justifikime, idealizmi, konceptin e martesës së bashkëpunimit, dhe këtu kemi një përplasje ndërmjet lirisë që kërkon dhe detyrimeve të tija. Unë jam në pozicionin e lumtur që të shoh që tendenca për të gjetur emocione shumë të forta dhe shumë të bukura çuni i saj ose për të marrë vendime në raport me emocionin, nuk e di për martesën,